e policisë shtetit dhe është përpjekur të hakerojë këtë sisteme. Varësi do t'i e kanë kundërshtuar, drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit në atë kohë të nesërmen e ka pezulluar nga detyra për këtë shkelje të rëndë, i cili është rikthyer vetëm pas 2 ditësh në punë me urdhër banar, dhe ne nuk e dimë është kthyer me urdhër se ministri Beshër apo të kryeministrit. Ministri Brendshëm atë kohë ka qenë Balla, e kujtojmë. Balla. Dhe ne nuk e dimë se nuk është bërë asnjëherë e qartë. Dhe kjo duhet të jetë pista kryesore i cilën duhet të hetojë prokuroria. Dhe ai është rikthyer në punë dhe ka vazhduar në punë deri në momentin kur nën presionin e opozitës, Partia Socialiste kërkesave të opozitës përhapjen ngritjen e disa komisioneve hetimore, ju përgjigj vetëm duke miratuar vetëm 2 komisione hetimore, ato të tendrat në Ministrinë e Drejtësisë, vetë rastit konkret me sistemin tim. Vetëm pasi u zyrtarizua komisioni hetimor, dhe që do të bënte të mundur edhe marrin pyetjet e individit me fjalë, prokuroria u kujtua që të lëshoj urdhër arresti për të, duke rezultuar në arrestin të pjakë të tij, dhe unë kam dyshuar që atë kohë që marrja e tij si dyshuar, dhe çelja e çështjes penale nga ana e prokurorisë është bërë për ta mbyllur këtë çështje dhe për ta hapur këtë çështje. Pastaj, pretendimi që më të ngrihe dhe u ngrit më vonë është që për aq kohë sa ka një hetim zyrtar penal nga ana e prokurorisë, komisioni parlamentar nuk ka çfarë hetojë për të rregullat e komisionit prokurorisë do të shkonin. Kështu që veprimi që ka bërë prokuroria sot, mu më rezulton që janë veprime për të mbuluar aferën dhe jo për të mbuluar atë, sepse e para duhet të identifikonte se çfarë ka ndodhur me përpjekjen e tij për të pranuar sistemin TIMS. E dyta, pra për të zbardhur edhe psen në vetvete, pa dashur ta kapërcej. Ajo është kryesorja në psen e atij hakerimi. E dyta, zgjengjërin komandues që ka urdhëruar riktimin e tij në punë. Dhe treta, pavarësisht shkeljes së rëndë për cilën sot mbuqet penalisht, ai ka vazhduar të qëndrojë në krye në punë, në të njëjtën punë, edhe për 8 muaj të tjerë. Dhe ne nuk e dim, ne nuk e dim që ky individ çfarë ka bërë me këtë sisteme për 8 muajt në vijim. Lidhur kjo edhe me një element tjetër jashtëzakonisht të rëndësishëm, me hetnimin ndaj vllajt të kryeministrit për lidhjen e tij me bandën e trafikut të drogës me atin e Bratës. Po, se ka qenë ai moment, Ave, apo jo, për ta rikthyer në vëmendje për publikun, se ndjes, se dhe unë isha duke, gjatë ditës së sotme isha duke u përpjekur të kujtohesha se me çfarë është lidhur në atë kohë kjo ndërhyrje. Pra, çfarë është akuzuar, jo thjesht aluduar, po akuzuar apo denoncuar publikisht në atë kohë, nga ato pak zëra, por që kanë qenë shumë të fuqishëm, që në kryet herës, po them që në gusht, që pse po bëhej ose pse mund të bëjë ndërhyrja në sistemin TIMS, çfarë duhet të fshihej, çfarë duhet të zhdukej, lidhej me rastin e Olsi Ramës. Po, sepse siç e dini ju në hetimet që janë bërë për rastin e Bratës, ka rezultuar që hetimet kanë qenë të thjeshta. Dhe siç u vërtetua edhe më vonë, Dokument Bambi mori iniciativë për ta vënë në lëvizje pakun, për të riqenur hetimet për një person të pa identifikuar, hetimet ndaj të cilit ishin pezulluar, sepse rezultonte që autoritetet e zbatimit të ligjit të Shqipërisë nuk e kishin identifikuar se kush është. Dhe zoti Bambi pretendonte që ishte Olsi Rama e vllai i Edi Ramës. Nga të dhënat e dosjes që ai dispononte, rezultonte që personi i pa identifikuar, megjithëse ishte parë nga strukturat njësisë operacionale të policisë shtetit, ishin identifikuar të gjitha dhënat e tij, mosha, paraqitja, gjatësia, të gjitha elementet, makinat me të cilat ai mbijediste, vetëm emri i tij nuk ishte i identifikuar. Dhe me të drejtë, zoti Bambi pretendonte që ky person ishte Olsi Rama dhe ai ishte i hequr nga dosja për shkak se ishte vllai i kryeministrit. Spaku hapi hetimin, siç e dini edhe ju, e mbylli përsëri pas disa muajsh, vetëm pas muaj më përpara. Po. Duke i pezulluar përsëri dhe duke thënë një idioti i dëgjore. Po kishte një nonsens aty.
Po, kishte nuk ishte 9 cent, ajo ishte më shumë se sa 9 cent.